Arlind, Rama sot ishte në Maliq edhe përsëri premtoi pasaportën europiane mbas 12 vitesh. U premton, nuk e di, qytetarëve, bujqve, gjithkujt u premton mënyrën më të shpejtë për të larguar nga Shqipëria. Ne na duhet ta transformojmë vendin tonë më së miri. Sigurisht Shqipëria duhet bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, mirë ne duhet jemi antar dinjitos Bashkimit Evropian dhe mbi të gjitha fatin ton duhet ta kërkojmë këtu në vendin ton përmes punës tonë ndershme. Mirë po, një qeveri hajdutësh, një kryeministër jo vetëm hajdut, por edhe totalisht i paaftë nuk ka asgjë tjetër për t'u premtuar shqiptarëve vetë se një lloj vize për t'u larguar njëherë për gjithmonë nga Shqipëria. Ne duam në Evropë të hyjmë, po them edhe një herë, si qytetarë të barabartë, si njerëz që jo thjesht si fakir për të punuar e për të shfrytzuar si kafsh, por po e them edhe një herë, si qytetarë dinjitoz dhe që kemi hequr nga qafa përfundimisht këto shushunja si Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha e të gjithë këta që na kanë vjedhur e sakatuar tash e 3 dekada e ca. E diçka, çfarë propozon Lëvizja e Bashkë ndryshe nga Edi Rama për buqit dhe fermerët? Po mbi të gjitha rritje të subvencioneve dhe shpërndarje të subvencioneve sipas meritës. Nga ana tjetër ne duam nxisim bashkëpunimin e bujqve. Duam që bujqit të shohin se si bashkëpunimi mes tyre, ato që quhen në Evropën Perëndimore shoqëri të bashkëpunimit bujqësor, të ngrihen dhe të jenë suksesshëm. Nga ana tjetër ne duam të ndihmojmë bujqit në sigurimin e inputeve bujqësore, të ngrejmë këtu të nxisim nxitjen e ngritjes së industrive për prodhimin e inputeve bujqësore, po ashtu duam të nxisim ngritjen e industrisë agropërpunuese në mënyrë që produktet e bujqve shqiptar të kenë mundësinë të përpunohen dhe të jo vetëm të shiten ashtu të papërpunuara, por të përpunohen, siç u thash, dhe t'i sigurojnë qytetarëve të Shqipërisë, po edhe për eksport sigurisht, mallra bujqësor të përpunuar, të shijshëm, bio, që do ta ngrinë ekonominë shqiptare.